Pasi ta dëgjonit këtë video, nuk do e përdorni celularin në tualet. Thuaj se të gjithë njerëzit e marrin celularin me vete kur shkojnë në tualet, por kjo është shprehje tejet e dëmshme. Duke marrë celularin me vete në tualet, ju ekspozoni veten ndaj bakterjeve dhe mikrobeve të dëmshme siç janë Salmonella, Escherichia coli e të tjera. Gjithashtu, pasi të pastroheni dhe e kapni celularin e nuk i pastroni duart, të gjitha bakterjet që i keni vendosur në celular do të përfundojnë në duart tuaja, tregojnë ekspertët e higjienës. Por çfarë duhet të bëjmë? Profesor Dr. Ron Coulter nga Universiteti i Londrës thotë se nuk duhet ta merrni celularin me vete nëse veç brengoseni për transferimin e viruseve dhe kontaminimeve fekale. Duhet të keni parasysh se viruset nuk transferohen vetëm përmes duarve. Nëse lëshoni ujin e tubinetit, mikrobet mund të udhëtojnë në disa metra largësi dhe të përfundojnë edhe në furçat e dhëmbëve përveç telefonit tuaj.